Televizioni 6+1 Vlora realizoi pak ditë më parë një kronik televizive për të shpalosur shqetësimin e banorëve të Nartës, shqetësim ky që kishte të bënte me faktin se punimet për vendosjen e ndriçimit të ri rrugor në rrugën e fshatit kishin mbetur prej muajsh pezull në segmentin që lidh rrugën Ramizej Gjebrea me qendrën e Nartës, ishin hapur gropat, vendosur linjat e reja të furnizimit me energji, por puna kishte mbetur me kaq prej muajsh e pezulluar, teksa segmenti vazhdonte në errësirë totale, duke u kthyer në burim aksidenti, ku shumë automjete madje binin edhe në gropat të lëna të hapura për të vendosur aty shtyllat e reja ndriçuese. Në mungesë të ndriçimit, ndërkohë shumë prej banesave të fshatit binin pre edhe grabitjeve në një zonë ku grabitjet mbizotrojnë. Projekti për vendosjen e ndriçimit të ri rrugor në segmentin që të çon në drejtim të fshatit Nartë prej nisjes së sezonit veror ka mbetur në vend numëro. Shtylla ndriçuese në rrugën e cila lidh segmentin Ramizej Gjebrea, të njohur ndryshe edhe si rruga e Ish Ushqimores, me qendrën e fshatit Nartë, ende në të nuk janë vendosur. Kjo rrugë hyrëse e fshatit, një prej më të frekuentuarave në Vlorë, vazhdon të mbetet për gjatë mbrëmjes në errësirë totale, pa patur ndriçim rrugor. Disa ditë pas realizimit të kësaj kronike, ka reaguar Bashkia e Vlorës. Sektori i ndriçimit në këtë bashki ka nisur për gjatë kësaj të njëjteje vendosjen e shtyllave të para ndriçuese në rrugën e cila të çon në drejtim të fshatit. I gjithë segmenti rrugor do të pajiset me ndriçim të ri, i cili do të jetë LED i teknologjisë së fundit, që krahas ndriçimit të segmentit do të shërbej edhe për kursimin e energjisë. Vonesat në këtë projekt, sipas informacioneve, janë shkaktuar për arsyen sepse duhet të realizojë pas bashkëpunimit të disa institucioneve. Duhet realizuar fillimisht vendosja e furnizimit me energji, më pas hapja e gropave se ku do të vendoseshin shtyllat, betonizimi i tyre dhe më pas lidhja e çdo shtylle me sistemin qendror të furnizimit dhe në fund vendosja e llambave ndriçuese. Disa etapa këto që kanë kërkuar edhe kohë të gjatë për shkak të angazhimit të ndërmarrjeve dhe këtyre institucioneve në shërbim të qytetit. Për shkak se segmenti rrugor është në gjerësi minimale, shtylla ndriçuese do të vendosen vetëm në krahun e djathtë të rrugës, e cila të çon në drejtim të Nartës. Pas vendosjes aty të shtyllave në të gjithë gjatësinë e segmentit rrugor, do të nisë aty vendosja e llambave të ndriçimit, të cilat do të bëjnë të mundur ndriçimin e rrugës në total. Gjithashtu theksohet edhe fakti se ky investim pritet të përfundojë brenda pak ditëve. Kjo rrugë, kryesorja e fshatit, do të jetë e pajisur me ndriçim të ri rrugor, duke shpëtuar nga errësira.